Përshëndetje të nderuar miq, rikthehemi bashk në episodin e tretë të podcastit Në mes jush. Sot kemi të ftuar dy persona që ndajnë diçka të përbashkët, një background në biznes dhe do ta shpjegojnë më mirë vetë ata. Janë që të dy nga ana tjetër kandidat për deputet në qarkun e Tiranës, Ledisa Brahimi dhe Gentian Mataj. Përshëndetje, Mirë se keni ardhur mirë se të në këtë gjetëm. podcast. Se u gjetë. Unë e di që pyetja e parë është pyetja më e vështirë, pyetja për të prezantuar veten, sepse njeriu e ka pak të vështirë të thotë kush është, të gjej nga përvoja e tij jetësore ato elemente që janë thelbësore dhe që vlen të t'i dinë njerëzit. Unë e di që është pyetje e vështirë, kështu që nuk e di kush nga ju do që t'i përgjigjet i pari kësaj pyetjes, kush është. Pra, çfarë ka bërë ose çfarë dëshiron që t'i thotë personave që po na ndjekin tani, ë, për rrugtimin e vet të deri tanishëm, deri në këtë moment, pra kur ju keni hyrë në garën e Tiranës për deputet. Kush të dojë le ta marr fjalën i pari, unë nuk po Po ja lë radhën Gertit. ndet. Unë jam Gentian Mataj, 42 vjeç, i martuar me 2 fëmijë, 2 vajza. Keni me jetë. Faleminderit. Njëra 10 vjeç dhe tjetra 2 vjeç. Kam lindur në qytetin e Kukësit, rrjedh nga një familje me prindër punëtor. Kam 4 motra dhe jemi 2 vëllezër. Studimet e para i kam bërë në qytetin e Kukësit, arsimin 8 vjeçar dhe shkollën e mesme. Pra ka Më qenë pas 8 vjeçare atëherë. 8 vjeçar, ka qenë 8 vjeçar. Sepse tani kemi 9 sistemin vjeçar, 9 9 vjeçar. plus 3. Okej. Atëherë ka qenë 8 plus 4. Më pas arsimin e lartë e kam ndjekur në Universitetin e Tiranës, Fakultetin Mjekësisë, Dega Farmaci. Ku kam mbaruar me rezultate të shkëlqyera, mu ofrua dhe mundësia për pedagog, por duke qenë se isha tip më praktik, vendosa të ndjek një alternativë tjetër atë të industrisë farmaceutike. Aktualisht jam në studimet e nivelit 3 të doktoraturës për shkenca farmaceutike dhe prej tashmë më shumë se 19 vitesh ushtroj profesionin tim duke kaluar disa pozicione pune në industrinë farmaceutike. Tek Profarma thotë apo jo? Tek Profarma, prej pothuajse 9 vitesh jam drejtuesi teknik i kompanisë Profarma, por nuk është se kam filluar direkt në pozicionin e drejtuesit teknik, si çdo njeri ka provuar pothuajse të gjithë pozicionet, por për fatin tonë të mirë, duke qenë se aty respektohet shumë meritokracia dhe eksperienca në punë, kam arritur deri në nivelin më të lartë të industrisë farmaceutike, atë të drejtuesit teknik, që njihet në Shqipëri, ndërsa në Europë dhe më gjën njihet si qualified person. Okej. Komplimente. Faleminderit. Vetëm një gjë duke vazhduar edhe pak me ju. Ju thatë që jeni tip praktik. Ndërkohë po bëni studime doktorature. Domethënë, a lidhen këto me një lloj prakticiteti apo sepse shpesh doktoratura, sidomos në vendin tonë, shikohet si diçka që të çon në drejt jetës akademike, pra dhënies mësim në universitet, po themi dhe jo aq shumë drejt industrisë. Unë aktualisht jam si pedagog i jashtëm pranë në Fakultetit Mjekësisë në Degën e Farmacisë, ku bëjmë një pjesë të praktikës profesionale me studentët e farmacisë të vitit 5, dhe e cilësova që është më shumë praktike, duke qenë se teza që unë kam zgjedhur të zhvilloj në doktoraturë është më shumë me eksperimente, me formulime farmaceutike dhe jo një tezë teorike siç për fatin tonë të keq zhvillohen shpesh në Shqipëri. Kuptoj. Pra ka karakter aplikativ. po themi. Aplikativ. E qartë. Okej, Gledisa, po ju çfarë keni studiuar? Atëherë, unë jam Gledisa Brahimi, kam lindur në Tepela, kam jetuar në Tiranë, kam Asnjëherë nuk keni jetuar në Tepelen? Kur keni kam jetuar shumë pak vite, Okej, ku te 11 vite. 11 vite. Okej. Kam studiuar për drejtësi. Aktualisht jam drejtuese e një kompanie, jam CEO e një kompanie real estate, Mhm. që operon në të gjithë përveç Tiranës, në të gjithë Shqipërinë. Rrjedh nga një familje e thjeshtë. Okej. Mu E çfarë janë marrë prindrit tuaj? Çfarë kanë bërë? Atëre, mami im
ka punuar në një kompani italiane, kurse ima atë më shumë ka qenë emigrant. E kuptoj. Pothuajse për 3 dekada më shumë ka qenë jashtë Shqipërisë se sa në Shqipëri. E kuptoj. Okej. Ëm Rregull. Çfarë ju shtyu të hyni në politikë? Duke qenë se për shumë vite më përpara kam qenë e përfshirë në politikë. Në një moment të caktuar unë e stopova, ë Në ç'kuptim, falni, në ç'kuptimi keni qenë e përfshirë në politikë? kam qenë e përfshirë dhe kam marrë pjesë në fushata të ndryshme. Ë, Pra duke ndihmuar kandidat po, të duke u forcave përfshirë tjera po, apo jo? të forcave të tjera politike, Okej, në zonën që unë jetoj aktualisht. okej. Ë, Gjysa më e madhe që më është dhënë, që kam dashur më mirë të marr pjesë, ishte pjesa, e gjithë ofrimit që u dha të rinjve për të kandiduar në këtë vit. Në siglën e Partisë Socialdemokrate apo jo? Okej. Gentian, po juve, çfarë ju ka shtyrë që të merreni me politikë, ndërkohë që keni pasur këtë karrierë që Këtë e karrierë. përshkruat dhe që është goxha e realizuar? Të qenit në politikë, si për çdo shqiptar besoj fillon që në moshat e para, pasi në Shqipëri nëse nuk merresh me politikë, do të merret politika me ju. Për fat Unë keq. mbaj unë mbaj mend ndonë se si një fëmijë i vogël në vitet 90, rreth 8 vjeç, në hapat e parë të demokracisë në Shqipëri, dhe atëherë gjithë le ta themi bërtisnim ose thërrisnim e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe menduam se gjërat do ndryshojnë, diçka më e mirë do vi për ne, por dhe gjithmonë kam qenë si një tifoz i politikës, asnjëherë le të themi aderues në një forcë politike, siç e tha Gledisa, dhe unë kam qenë shpeshherë mbështetës nga prapaskenaj i shumë kandidatëve në qytetin e Kukësit, por pas kësaj eksperience në fushën time dhe duke u bërë edhe prind, angazhimet ndryshojnë dhe ti duhet shohësh për te vetes tënde. Mbase unë personalisht për veten time do të isha shumë më mirë në atë strofullën time, duke bërë profesionin tim, duke marrë ato para dhe të mira materiale, por vendosa të shoh edhe më për te vetes, tek familja dhe tek shoqëria. Të them të drejtën, kohët e fundit, ashtu si dhe shumë profesionistë të tjerë të shëndetit, kam qenë në dilemën të qëndroj apo të ik jashtë. Nuk është se mundësitë nuk i kemi pasur për të ikë jashtë shtetit, qoftë në Europë, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por pse jo, vendosa ta provoj mbase mund të jetë hera fundit që unë do ta provoj qëndrimin tim në Shqipëri, të vetëm për hir të fëmijëve të mi dhe normalisht të gjithë fëmijëve të Po mirë, ë pse do iknit jashtë? Domethënë shkurt, se dua ta kuptoj këtë gjë, se shpesh flitet dhe thuhet që shqiptarët ikin ose u shkon mendja për të ikur, ose dëshirojnë të ikin sepse u mungon shpresa këtu. A është çështje shprese apo diçka tjetër që e bën një bashkëdhetar tonin të largohet nga ky vend? them të drejtën është më shumë Në rastin tuaj e për shembull. ardhmja e fëmijëve të mi, të cilët dua t'i rris në një vend të paqët, të qetë, me nivel arsimi relativisht të mirë dhe me një shoqëri ku të njihet meritokracia dhe jo të njihet si kjo vajza është vajza e Gentit, Mhm, hajde ta promovojmë, ndërsa kjo tjetër s'ka problem, është vajza e një punëtori dhe nuk e meriton. ju kuptoj. Pra Por edhe gjithsesi vendosa të sakrifikoj në thojza veten, duke lënë pas gjitha të mirat dhe duke qenë në jetën time private, ndoshta jo shumë i njohur, mhm, por në Shqipëri ndonjëherë është më mirë të jesh jo shumë i njohur se sa i njohur në publik, dhe vendosa të sakrifikoj këtë radhë për të mirën e familjes dhe të shoqërisë. kuptoj. Ledisa, po ju ka shkuar ndërmend të emigroni? Do të them që në një fazë të jetës time, unë kam qenë në një shkëputje jashtë Shqipërisë, Ku keni qenë? për një kohë në Itali, Mhm. pranë të afërmëve të mi atje. Më është dukur e vështirë që të përshtatem, ndaj kam zgjedhur që të qëndroj në Shqipëri. Po mirë, pro problemet që Gentiani përmendi, ë, i shikoni edhe ju si probleme të realitetit Absolutisht tonë? që po,
është një realitet që është shifetdukshëm, të paktën, në shoqërinë tonë, tek pjesa e të afërmve, njerëzit që njohim dhe takojmë, gjatë ditës, ë shpeshherë i dëgjojmë që duan të largohen nga Shqipëria, Mhm. sepse nuk shikojnë më një të ardhme këtu. Po ë ju vetë shikoni një të ardhme këtu? Kam vendosur të provoj, përderisa kam qëndruar në biznesin tim, them që është një sfidë e madhe dhe një provë për mua. Ë, Nuk e mendoj që do largohem jashtë Shqipërisë, paktën momentalisht. Nuk e di se çfarë mund të ndodh. Ju kuptoj. Në fakt, ndoshta fakti që juve keni zgjedhur të kandidoni, ë, tregon që po bëni një përpjekje jo thjesht për veten tuaj, po për të dhënë edhe ndoshta një mesazh më të fuqishëm, pra që ky vend ka mundësi, Ka ende ka shpresë. ende shpresë, ka ende shpresë, por ka nevojë natyrisht për veprim. Dhe kjo që ju po bëni është një veprim, unë besoj në drejtimin e duhur, pra për t'u dhënë njerëzve shpresë, po për t'u dhënë edhe, thua, një ë, platformë apo e cila mund t'i ndihmojë realisht dhe konkretisht. Ëm, okay, juve merreni me biznesin tuaj, ndërkohë që keni hyrë edhe në politikë. Shikoni një lidhje midis, pra si mënyrës se si funksionon njëra dhe tjetra? Normalisht, si biznesi dhe politika, si në Shqipëri ashtu dhe kudo tjetër janë të ndëlidhura me njëra tjetrën. Në një mënyrë apo në një tjetër ato ndikojnë drejt për drejt tek njëra tjetra, si biznesi tek politika, ashtu edhe tek politika, si politika tek biznesi. Biznesi, themi, ndikon tek politika pasi nëpërmjet biznesit punsohen të rinj, të sjellën të ardhura, ndërsa politika nëpërmjet politikave ça politikanëbërësit realizojnë, ndikojnë drejt për drejt në të mirë ose në të keq të biznesit. Po, kjo është e qartë, patjetër. Po, në mënyrën e kam fjalën në mënyrën se si funksionon, për shembull, juve jeni, pra keni vendime që merrni në biznes apo jo? Pra jeni një lloj, pra keni atë, nivelin menaxherial, po them, Nivel menaxher. në këtë kuptimin që dhe menaxheri merr vendime apo jo? Në biznes. Gjithashtu ju duhet merrni vendime edhe në politikë. A funksionon e njëjta logjikë vendimarrëse? Kjo Pra besoj si kjo besoj na shikoni ndihmon ngjashmëri apo janë komplet sfera të ndryshme? eksperienca në vendimarrjen që kemi pas në bizneset ku ne operojmë, besoj do të na ndihmojë në eksperienca dhe do na ndihmojë në vendimarrjen dhe në politikë, pasi pak a shumë e njëjta rrugë do ndiqet. Pasi gjesa ne kemi arritur të marrim vendimet e drejta për bizneset ku ne operojmë normalisht, edhe në fushën e politikës do të marrim do të marrim vendimet ose pretendojmë të marrim vendimet e duhura, tashmë jo vetëm për bizneset ku ne operojmë pasi jemi të detyruar të shkëputemi nëse një ditë do zgjedhemi deputet, por tashmë duke e parë Shqipërinë si pjesën që ne duhet ta menaxhojmë dhe do të marrim vendimet e duhura për gjithë shqiptarët tashmë në një Okej. termë të gjerë. Tani unë nuk e di nëse Gledisa ka marrë vendimin e duhur që për biznesin e saj, por që ka marrë një vendim të guximshëm, këtë e di. Ndoshta mund ta thuash, unë e di këtë histori, po ndoshta mund ta ndash edhe me ata që po na ndjekin, pra se si je tashmë në këtë biznes, si e ke bërë këtë kalim që mua më duke i guximshëm kur ma tregove në fakt. Ndoshta ka qenë një kthes shumë e madhe në jetën time dhe një vendimarrje që unë kam marrë për biznesin tim. Ka qenë një moment, po themi i dynjëzuar, nëse do të largohem nga Shqipëria apo do të qëndroj këtu. Mhm. Ë, Praktikisht, bashkë me miqtë e mi që unë punoj, them se ndihem e plotësuar për atë që bëj. Dhe pjesa që më ka bërë më së miri, kontakti që un kam me njerëzit, vazhdimisht, çdo ditë. Sepse, në sferën e biznesit tonë është jo vetëm, domethënë janë
edhe shtresa e ulët që është në Tiranë, që ka nevojë për të marrë qoftë një apartament me qira të lirë, po them. Mhm. Kështu që e shoh vendimin më të bukur që kam bërë dhe që Okej. kam marrë. Komplimente edhe juve. Ëm, Faleminderit. tani, zotin Doshi, liderin e Partisë Socialdemokrate, sa kohë keni që e njihni? Kur e keni takuar për herë të parë? Ridisa. Unë e kam njohur si një figurë publike, ë në politikë, gjithmonë duke e parë shumë larg, sigurisht edhe në biznes. Mhm. Ishte hera e parë që e kam takuar, ndoshta ishte thjesht mund të them dhe rastësi, por që Kur ka ndodhur hera e parë që keni takuar? ndoshta para 2 muajsh. Para 2 muajsh. Po, Kaq është një kohë vonë, shumë e shkurtër. po kohë e shkurtër është. Okej, dhe çfarë përshtypje keni patur? Ëm, Tash, realisht figurën e një burri shumë babaxhan, Okej. edhe fjalë pak, do të thoja, sepse unë, jam personi që flas pak. Okej. Janë, po ju sa kohë keni që e njihni zotin Doshi? Unë me zotin Doshi njihem për një periudhë, le të themi, relativisht të gjatë. Nuk e kam njohur nga politika, por e kam njohur në, le të themi, në rrethana private. Sa kohë? Ka qenë Sa kohë keni që e dhjetori njihni? vitit 2005, 2005. Pra i pothuaj bie 20 vite, pothuaj 20 19 vite vite e pak. afërsisht. Po, po. Do thënë më shumë se gjysmën e thuajse gjysmën e jetës time që njoh zotin Doshi. Kam njohur në rrethana private, normalisht unë si njeri kisha aplikuar për punë, punën e farmacistit në kompaninë Profarma. Bëj takimin e parë me zotin Doshi dhe ajo që më ka ngelur në mendje që nga ai momenti dhjetori 2005-s ka qenë që je i mirëpritur në kompaninë tonë, tu zbatohet meritokracia pavarësisht se është kompani private. Tu nëse do e bësh punën do të ngjisësh shkallët e karrierës, le të themi. Dhe ajo që më ka bërë të qëndroj, do të themi edhe një kuriozitet, pavarësisht se unë kam pothuajse 20 vite punë, puna e parë dhe e vetme që unë bëj është në kompaninë ku unë aktualisht punoj, është e çuditshme për realitetin shqiptar që një njeri të punoj për rreth 20 vite në të njëjtin vend pune. Ajo që më ka bërë të qëndroj është sepse zoti Doshi gjithmonë ka ditur të sillet me njerëzit, nuk ka ndërhyrë kurrë në kompetencat e personave që ushtrojnë detyrën dhe funksionin e tyre, dhe është një njeri i fjalës. Kjo më bëri që dhe unë të ndërmarr dhe hapat e tjerë tashmë në një politikë aktive. Okej. Fakt kështu duhet të funksionoj. Pra, ë ajo që ka ndodhur me ju dhe që është rast përjashtimor në fakt, që të punosh për një kompani për kaq kohë, ëh? Kjo kështu duhet të jetë në fakt. Në shumë vende për shembull që neve i shikojmë si vende për t'i marrë shembull europiane, Amerika me radhë, ndodh kjo gjë. Ndodh kjo gjë. Pra karriera është e vazhdueshme, është e qëndrueshme dhe ka vërtet një sistem karriere ku njeriu shpërblehet për mundi që derdh. Për fat keq, me sa kuptojmë, nuk është kështu Në shumicën në e shumicën e rasteve rasteve. në Shqipërinë tonë, por kjo është fiks një nga gjërat që ne duam ta ndryshojmë apo jo? patjetër. Ë, edhe me që jemi në këtë pjesën e gjërave që duam të ndryshojmë. Ë, ne kemi një seksion në programin ton elektoral që flet për biznesin prodhues, po edhe për biznesin në Në përgjithësi. tërësi. Çfarë mendoni se duhet ndryshuar? Pra që të funksionojë më mirë,
biznesi në Shqipëri? Ndoshta mund të flisni edhe për përvojën tuaj, pra jo për biznesin përgjithësi, po për biznesin me cilën merreni. Sepse fundi fare, duke marrë një shembull konkret, kuptojmë më shumë edhe për gjithë sektorin e biznesit. E di sa për shembull juve jeni tek pasuritë e palojitshme dhe ndoshta mund të thoni diçka, për shembull, çfarë duhet çfarë duhet ose ku po shkoj me këtë pyetjen time. E kam fjalën për shembull që çmimet janë shumë të larta apo jo, të Po. banesave që dalin në shitje ose edhe me qera në fund. Ne shohim ose ka akuza, ka zëra që flitet për pastrim parash për shembull. Pra për të shpjeguar këtë fenomenin që si ka mundësi që njerëz punojnë me djers me punë të ndershme, nuk munden megjithatë dot të blejnë me çmime kaq të larta. Pra çfarë po ndodh me këtë sektor? Atëherë, duke parë tregun në Shqipëri, ne nuk kemi një standardizim, që do të thotë, nuk mund të punojë një konsulent imobiliar njësoj me një person që ushtron aktivitetin të paligjshëm. Pikë së pari. Ë, së dyti do të thoja që kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë çmimet e larta, sepse të ardhurat, po themi familjare, e kanë të pamundur që të kenë mundësinë për të blerë një banesë. Mhm. Ë, së pari, pjesën e punëve jo të gjithë, kanë rroga minimale dhe e kanë të papërballueshme për të marrë qoftë edhe një kredi. Po. Ë, çmimet janë rritur shumë jashtëzakonisht, që nuk e përballon dot, qoftë edhe për të marrë një apartament me qira apo qoftë edhe për ta blerë, që në shumicën e rasteve po të vëmë re në Europë, domethënë, ndodh që mund ta blesh një shtëpi me kredi, por ke akses për X vite, në Shqipëri është e pamundur. Ka një lloj standardi që duhet të vihen disa pika mbi, për ta ndryshuar pak tregun. Edhe Çfarë mund të bëhet? Pra, si më thënë, nëse ne nesër jemi një parti e cila kemi një lloj peshe në qeveri, kuptimin që mund të kushtëzojmë qeverinë për vendimarrjen e saj, ose në fund fare edhe parlamentin, pra në kuptimin kemi një lloj peshe atje, pra të kemi një grup parlamentar siç kemi objektivin ton dhe të bëjmë ligje të tjera, po themi edhe për këtë sektor. Pra çfarë mund të bëhet, qoftë në kuptimin legjislativ të ligjbërjes, qoftë në kuptimin kjo do ekzekutiv? ishte një nga faktorët numër 1 të një ligji Duhet për një të ligj. po, sigurisht që po, sepse Ligj që duhet për çfarë specifikisht? specifikisht nuk mund të kenë të gjithë akses, si, konsulentët që, janë të licencuar, dhe ato që s'janë të licencuar, sepse nuk është e drejtë dikush që paguan taksa dhe, dikush që punon në mënyrë jo të rregullt. Një nga ligjet dhe, ë nuk mund të ketë kaq konsulent imobiliar, ë sa po them është jashtë pritshmërive që mund të kemi, po themi, për Tiranën apo Jugun. Janë më shumë konsulentë se sa persona që kanë kërkesa apo oferta për të shitur dhe për të A blerë. mendoni se do ulen ndonjëherë çmimet e banesave? Sipas një analize që neve kemi bërë, paktën unë dhe kolegët e mi, themi që çdo ditë ne dëgjojmë që çmimet do rriten. Nuk kemi dëgjuar njëherë që çmimet do ulen. Por, nuk e di ku do shkojnë me këtë rritjen e çmimeve, sepse është është diçka jo normale, Pra nuk duket në horizont kjo. absolutisht. Gentian, po juve, Unë pra do të lidhur me flas mënyrën se si funksionon biznesi, qoftë unë ai ku punoni, unë do të qoftë flas më biznesi shumë në për përgjithësi. biznesin në fushën e prodhimit, duke Okej. qenë duke qenë se atë Ju prodhoni në e fund njoh fare, kështu që relativisht mirë, nuk dua të ngatroj me fushën e shërbimeve, pasi edhe mund të bëjmë ndonjë gabim, ndoshta jo për fajin tonë, por duke mos e njohur. Edhe para gjë që dua të them është që duhet të ketë vëmendje më të shtuar nga shteti, le të themi nga qeveria shqiptare ndaj biznesit prodhues të çfarëdo lloj natyre. Ë, pasi në mendimin tim
duke mos qenë ekspert ekonomie, por me aq sa Mhm. kemi arritur të kuptojmë, nëse një vend do të zhvillohet, duhet të mbështesë prodhimin vendas. Pavarësisht se është prodhim në fushën e bujqësisë, në industrinë e rëndë, në industrinë farmaceutike, duhet suportoj biznesin e prodhimit. Si mund ndodh kjo? E para gjë që më vjen ndërmend është që të bëj politika për të mbrojtur prodhimin vendas. Mbase duke taksuar produktin e importit që vjen, ose duke lehtësuar taksat për prodhimin vendas. I keni fjalën për tarifat doganore? Për tarifat, një gjë që më vjen ndërmend është që e kemi edhe ne në programin ton, mbase që ndikon në mënyrë direkte në biznesin e prodhimit është, le të themi në terma popullor, ulja e çmimit të karburanteve, Po. e cila ndikon drejt për drejt në industrinë prodhuese dhe ka, më besoni, një kosto jo të vogël në çmimin e produktit. Okay. Një gjë tjetër që besoj mund të ndikojë është që fatkeqësisht universitetet tona janë orientuar më shumë në kur formohet studenti, formohet në tërësi dhe nuk ka specifika për industri prodhimi, për shërbim. Dhe duke qenë e tillë, në Europë ekzistojnë këto ndarjet e Pra duhet ndryshojmë edhe kurrikulat, po thonë, besoj edhe shkollore. kurrikulat, por duke qenë se ndryshimi i kurrikulave, le të themi në një të ardhme afatmesme mund të jetë produktiv, por në një të ardhme afatshkurtër nuk mund bëhet. Ajo që mendoj unë është që të lehtësohet biznesi, mbase për studentët ose punonjësit e ri që merr rishtas në punë, të lehtësohet mbase me taksat, qoftë duke gjetur një mënyrë Pra një bashkë nxitje, një një incentiv. nxitje, për të Okej. nxitur edhe punësimin. E kuptoj. Pasi më besoni, çdo, le të themi, i ri, jo i ri në moshë, por çdo i ri në një biznes prodhues, për të paktën 6 muaj ose një vit, duhet që të trajnohet nga stafi dhe vetëm pas afër një viti mund të marrësh ndonjë feedback për atë çfarë ti e ke punësuar. Qartë. E kjo është një kosto që e mban tërësisht Kosto shumë e vetëm madhe biznesi. që e mban biznesi duke paguar normalisht rrogën, gjithë tatimet, gjithë detyrimet ndaj shtetit dhe këtu besoj ka vend për ndërhyrje. E qartë. Okej, në fakt kur neve hedhim topin te shteti, si më thënë, e hedhim topin tek të gjithë ne. Të Pra, gjithë. sepse të gjithë e mbajmë të shtet me taksat tona në këmbë dhe e mandatojmë, si thua, qoftë për të bërë shpenzime për ne, qoftë për të ngritur zërin për ne. Kështu që kjo është thirrja që Gentiani po bën. Ëm Okej, po fushatën si po e zhvilloni? Nuk e di kushdo që të filloj thot diçka, sigurisht, nëse janë gjëra që mund t'i thoni, se unë e kuptoj që ka pjesë të fushatës që mund të mbesin Ndoshta ngelem për sekret për shkak sekret. të strategjisë që keni, Mbase ky sekreti na shoqëron për vitesh edhe në biznes, sekret profesional, po jo, Po. nuk ka asgjë sekret. Ne fushata jonë është me takime direkte me individin, Në terren. në terren. Pasi besoj nga ajo çfarë ne kemi menduar dhe ajo çfarë po gjejmë ne në terren me miq, me njerëz, me dashamirës që takojmë, është sepse ata në një farë mënyrë ndjehen të lodhur nga komunikimi masiv, nga premtimet elektorale, dhe ndoshta është më mirë kur shkon e takon Klementin, i jep dorën, i thua atë çfarë ti mendon se do bësh, normalisht jemi me këmbë në tokë, nuk është se premtojmë mrekullia. E vetmja gjë, të paktën që premtojmë 100% është që ndershmëria dhe përkushtimi jon nuk do të mungojë. Kjo është në dorën tonë dhe do ta bëjmë me 100%. Pastaj, normalisht në varësi të personit që keni përballë, të Unë e kuptoj Gentian, por problemi është që Klement ka shumë dhe kohë ka pak. Domethënë edhe Klementët për fat të keq Klementët as nuk bëhen dot bashkë sepse kanë frikë të bëhen bashkë sepse i filmojnë, i fotografojnë, edhe i bëjnë presion që do ju vinte biznesi, do ju ambyllim, do vim tek do ju heqim dikë nga puna, do ju prekim këtu ose atje. Dhe ky është një problem i madh apo jo? Nuk e di nëse e keni ndeshur në takimet tuaja dhe si mund, domethënë si e zgjidhni këtë çështje, pra që doni të kapni edhe sa më shumë publik, elektorat, pra të shkojë mesazhi juaj sa më shumë njerëzve,
ndërkohë që doni që t'jeni edhe sa më autentik, pra Më diskret. se në domethënë të flisni unë e kuptoj që kur flet me një person, ë, ti mund ta bindësh më kollaj një person se sa që mund bindësh 100 njerëz që janë mbledhur në një sallë, nuk diskutohet fare. Ama problemi është që sa kohë ke. Po, Sa Klement do kesh në fund gjithëkarës në 11 koha maj, është kjo e është pyetja. limituar. Normalisht përveç takimeve, po të themi takimeve të vogla me individ të veçantë, unë personalisht ndjek edhe metodologjinë me rrjetet sociale, Okej. ku normalisht edhe këto që ju thatë që personat në anën tjetër që i dëgjojnë mesazhet e mia apo ato pikpamje që unë kam për të zbatuar nëse unë do të mandatohem për qenë deputet i tyre në Kuvendin e Republikës, në thojza nuk janë të intimiduar pasi nuk shikohen apo nuk survejohen se kush persona kë po bëjnë, kë po ndjekin, kë nuk po ndjekin dhe një mënyrë e mirë besoj është edhe rrjetet sociale. Po. Pak po. Po ju Gledisa, Ë, çfarë fushate po bëni? Si po e zhvilloni fushatën? Pjesa e rrjeteve sociale është një nga pjesët që un po ndjek. Mhm. Ë, Normalisht me miqtë e mi, të afërmit e mi, ë njerëzit që un takoj në përditshmëri, jam duke punuar pak me pjesën e diasporës, sepse një po them se një pjesë të njerëzve të mi janë jashtë. Dhe mund t'ju ndihmojnë nga Po. aty ku Se janë. Mhm. them që pjesën e diasporës e kam pak më të konfirmuar që më ndjekin edhe pse janë larg. Ju kuptoj. Keni pasur vështirësi, për shembull, ka pasur njerëz që ju kanë thënë nuk vi dot në takim me ju ose nuk mblidhemi dot 3 veta bashk. Pra Ë, kjo atmosfera e frikës, ju e keni parë apo jo? Këto i kam pritur, I keni përpara pritur? se të merrja një vendimmarrje. Mhm. Nuk është se si kam pritur, i dëgjoj her pas here, por që mundohem që t'i tek kaloj Si për shembull? duke i marrë shumë me qetësi, ndoshta ju kam lënë një takim tek për tek, nuk është e thënë që të jenë në atë grupin që unë kam menduar të mbledh. Okej. Ëm, a mendoni që duke kaluar pak nga mënyra e fushatës, modeli i fushatës që po ndihni, tek një lloj projeksioni që mund të kemi ne si parti në këto zgjedhje. A mendoni që jemi në kushte të mira për të realizuar objektivin ton, pra të grupin parlamentar që të rrisim peshën ton politike? A mendoni që njerëzit janë zhgënjur aq shumë nga çfarë ka kaluar në gjithë këto vite, qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta, pra nga qeveritë që i kanë zënë vendin njëra tjetrës, por nuk kanë sjell atë që populli ka dashur. Juve fare mirë e thatë Gentian që e duam Shqipërinë si gjithë Europa ka 30 e ca vjet që Dhe është për thënë fat keq është dhe akoma ende një sot slogan, jemi në këtë dhe është vetëm slogan bosh, me sa duket. vetëm një slogan bosh. Ëm, pra a shikoni që jemi në kushtet që gjithë ky zhgënjim që ka ardhur pra tek njerëzit në gjithë këto vite do jetë produktiv për alternativën tonë në kuptimin që njerëzit do fillojnë na besojnë ne, do na shohin ne si alternativa për t'u besuar. Unë mendoj që një pjesë e rinisë na shohin si një frymëzim. Çfarë gjente ne? Ë, Gjejnë hapësira në radh parë, pjesa e shumë të rinjve që u është dhënë mundësia të kandidojnë, Mhm. edhe them që jemi një forcë e re dhe shumë ndryshe nga të tjerët. Pra ju folët për hapësira, hapësira që nuk i gjejnë në parti të tjera? Që si kanë gjetur për gjithë këto kohë. Për shembull, shiko, unë shoh her pas here këto kuvende ose kongrese që mbajnë këto partitë e tjera, që na i paraqet media dhe ku shohim edhe ca të rinj që dalin atje, domethënë ca pak të rinj në moshë, në këtë kuptim. A nuk mendoni se kanë gjetur hapësirë apo është pra si më thënë, e reja apo futet në këto partitë e tjera apo vetëm te ne e ka hapësirën?
Mendoj se kanë gjetur dhe mundësinë për të pas një vend pune, një pjesë e rinisë Për ato që partitë tek që ato partitë. okej. Pra jeni duke thënë që ajo e reja që është vetëm në moshë, po jo në, si më thuaç, në mentalitet. Thjesht ka ngecur aty dhe është e detyruar Mhm. në një farë mënyre që edhe t'i mbështesi. Po, Gentian. Në vijim të çfarë tha Gledisa, mbase tek partitë e tjera pa përmendur, partia X apo Y, të rinjt, mbase të moshës tonë, mbase edhe më të rinj, ata e kanë një mënyrë për të gjetur një punësim, për të marrë një rrogë dhe për të mbajtur familjet e tyre. Ndërsa të paktën në partinë tonë, ajo çfarë shifet është totalisht e kundërta. Ne po lejmë punët tona shumë të mira për të marrë me një angazhim më të madh. Do thënë po bëjmë një tip vetë sakrifikimi për hir të fëmijëve tanë dhe për të zhvilluar Shqipërinë. Mbase kjo na bën diferencën. Ne nuk po luajmë për një vend pune, ne po lejmë vendin e punës, po lejmë gjitha të mirat materiale që kemi dhe po angazhohemi për të mirën e të gjithëve tashmë. Okej. Dhe ajo çfarë kam vënë re në takimet e mia që për fatin tim të mia nuk kanë qenë të vogla, të pakta, duke qenë se edhe në fillim të bisedës e thash unë jam më shumë një njeri praktik që kam dëshirë të të takoj njerëzit. Ajo çfarë unë kam hasur është që si të rinj, si mosha e mesme, ashtu le të themi edhe mosha e tretë, kanë gjetur tek ne personat që në radh të parë dëgjojnë. Mbase ne nuk mund t'i zgjidhim hallet e tyre, problemet që ata shtojnë, por të paktën ata me mirënjohje na thonë faleminderit që të paktën na ke dëgjuar, të kemi mërzitur kokën, por të paktën na ke dëgjuar deri në fund. Dhe kjo është një gjë e mirë. A keni patur njerëz që kanë ardhur te ju dhe që nuk i keni njohur më parë, pra si thua njerëz që si njihni të fare, po vinë te ju sepse ju kanë parë diku, ju kanë parë ku diun në Instagram, në Facebook, në një media tjetër, qoftë sociale apo tradicionale, ose thjesht se kanë marrë vesh për ju që jeni kandidat, ëh? A ka pasur njerëz të tillë që kanë ardhur tek ju për t'ju takuar, nuk i njihnit më herët, Unë personalisht po, kam pasur po? njerëz nga ë fusha e mjekësisë që më kanë marrë vesh diçka për mua edhe kanë dashur që të më takojnë, nga pjesa e mësuesisë, ë më kanë përgëzuar që një vajzë e re merr një iniciativë të tillë, për t'u përfshirë në politikë. Ndoshta edhe njerëz që, siç i themi neve, nga pjesa e jugut, për t'na mbështetur. Kam pasur goxha, realisht nuk e kam pritur, por ndjem ndjem e lumtur për këtë pjesëmarrje. Çfarë, do me këta njerëz, çfarë çfarë kërkojnë prej jush? Apo vetëm ju përgëzojnë për kandidaturën? Ë Ka njerëz që janë idealistë për sa i përket politikës, Mhm. edhe thonë, gjithmonë ma kanë thënë të paktën zonjat, po them, ça kam takuar që sa mirë që ju dha mundësie një vajze të re për t'u përfshirë në politikë. Ë Ndoshta nuk e di se si e shikojnë, pas edhe dëshira për të qenë dikush ose për t'ju dhënë mundësia dikujt, siç më është dhënë mua. E kuptoj. Po ju Gentian? Ka pasur, por i të vërtetës ka pasur shumë me persona që unë s'nuk e mendoja që mund t'i takoja ndonjëherë. Më kanë përgëzuar për sipërmarrjen re që kam nisur dhe nëse mund ta përmbledhim të gjithë ato që ata kanë kërkuar, le të themi, është që të lutem mos ndrysho kur të hysh në politikë. Jo kështu siç je dhe do kesh mbështetjen tonë maksimale. Në fakt kjo është shqetësim që e kam vënë edhe unë, sepse edhe unë jam në këtë fushatë. Ëm dhe edhe njerëz të afërt të familjes time ma thonë që dakor të hyre në politikë, po kujdes karakterin. Kujdes se mos ndryshosh. Po mos Nuk kujdes se mos ndryshon. Pra ruaj nuk karakterin, kjo besoj. është Ne e le të rëndësishme. themi jemi të rinj, po
ndoshta jo dhe aq të rinj, kështu që nëse do ndryshonim kur Më ishim edhe herët. më të rinj. Po, absolutisht. Tashmë, siç i thon edhe në gjuhën popullore, fytyra nuk na i mban tash ta nxjim pasi nuk kemi kohë ta zbardhim më tej, kështu që Tamam. Okej, pra ky rrezik nuk jo, ekziston për ne. t'paktën tek Okej. personat që un kam arritur tek njoh, qof nga partia jon, nuk sado nuk ne jemi konkurrent. Un personalisht gjithmonë dua dal i parë, jam mësuar të luftoj për të parë, por e kam vënë që edhe tek kandidatët e tjetër forcës son ky rrezik nuk ekziston. Okej. Ëm, po për alternativat që paraqesin këto partitë e tjera. Njëra thot për shembull Shqipëri madhështore. Pra, dhe tjetra thot pasaportë europiane. Çfarë mendoni? Po flas për këto alternativa kryesore sepse pastaj partitë e tjera që janë më të reja, më të vogla që janë në garë, ë ende do duhet provohen në gjykimin tim të paktën, kështu që s'po ju pyes shumë për to, po ju pyes për partitë tradicionale dhe të mëdha në vendin tonë, sepse në fund fare neve po synojmë që të jemi partia e tretë në vend, që të kemi një grup parlamentar dhe që të kemi një peshë specifike në skenën politike shqiptare. Kështu që na duhet të dimë se ku qëndrojnë edhe të tjerët. Prandaj po i pyes për Shqipërinë madhështore dhe pasaportën europiane. Çfarë mendoni? Shqipërinë madhështore dhe pasaporta europiane është shumë e lehtë nëse do të kishim një blog, të fillonim të shkruanim dhe aty mbaronte gjithçka. Ata e kanë pasur kohën e mjaftueshme për t'i realizuar qoftë Shqipërinë madhështore, qoftë pasaportën europiane. Më duken më shumë si slogane idealiste se sa diçka që vërtet mund të arrihet në realitet. Dash Zoti që ne të jemi forcë e tretë, të ndikojmë në vendimmarrje dhe pse jo mendimin ton ta bëjmë si Shqipërinë madhështore ashtu edhe pasaportën europiane. Po ju Gledisa? Po, Çfarë mendoni nuk për do këto t'i dy? shtoj nuk do t'i shtoj asnjë gjë nga çka tha Genti. Ë, thoya që do ta kishim bërë ndryshimin nëse do të kishin dashur të paktën ë për Ta kishim patur seriozisht, po, paktën për sepse 4 po, vitesh. sepse kanë qenë në pushtet Që i është dhënë mundësia disa herë, jo një herë, domethënë. për Në shumë pushtet dhe gjatë dhe kështu me që numra relativisht të mëdhenj që mund t'i merrin vendimet ndoshta kanë lehtë. qenë Patjetër. premtime të kota se Fakt, ajo që kujtoj unë, për shembull, është që Shqipëria madhështore që shitet sot si një lloj formule dhe pasaporta europiane, kujtoj që shumë kohë më herët janë bashkuar tek pra kur ka qenë viti, më duket Një 1990 ose 91 kur bën atë ligjin për tokën, për 7500 njesh. 7501, nga i cili vojnë shqiptarët ende sot apo jo. Pra, Ai ligji besoj është edhe ndë ligjet, nuk e di, më problematik, nuk mund të them më i keq, por ndoshta më problematikët dhe që është një ndër shkaqet që ndikon dhe në investimet direkte, qoftë në biznesin prodhues, qoftë dhe biznesin në tërësi, pasi me aq dieni sa kam unë akoma nuk është zgjidhur tërësisht problemi i e pronës në pronës, Shqipëri dhe absolutisht. normalisht duke mos pasur, le të themi në thojza, një pronë të sigurt, investitorët e huaj e kanë tmerrsisht duke i supozuar gjitha të tjerat në rregull, rendin, ekonominë, gjitha të tjerat në rregull, nëse ata nuk kanë një pronë të sigurt ku ta investojnë Sigurisht risko shumë i matën lartë 2 herë normal. para se Po, të bëjnë diskutim. investimet. Mbase kjo është një arsye që investojnë, le të themi, më lehtë në vendet e rajonit se sa mund të Dhe jetë një ndër arsyet, dhe ndoshta jo prandaj ne arsyeja kemi vetme. të vështirë të konkurrojmë me vendet qoftë edhe me vendet e rajonit apo jo? Kjo është Për çështja fat pastaj. keq po, për fat keq duhet ta pranoj. Okej. Një mesazh të fundit, një mesazh që keni për zgjedhësit. Çfarë do i thoni të zgjedhësve? Se duhet votojnë për ju? Mesazhi që unë personalisht Edhe për kam ne, po kuptimin se kanë qenë normalisht sepse fillimisht do të votojnë mesazhi numër 11 besoj 11, po dhe pastaj 11. të na gjejnë secilin nga ne tek te lista e hapur e Tiranës. Ajo që ju them unë gjithmonë edhe personave që unë takoj në fushatën time të përditshme është që
keni votuar shumë herë me zemër. E doni Klementin, keni votuar, e doni Gledisën, keni votuar. Ju lutem tashi duhet votojmë edhe me mendje, edhe me zemër. Duhet ju jepni një shans të rive, nuk janë të rinj pa eksperiencë që sapo kanë mbaruar le të themi shkollën dhe nuk dinë asgjë çfarë të bëjnë. Janë të rinj plot shpresë që kanë marrë sipërmarrje për vitesh, kanë ecur përpara dhe tashmë nuk kërkojnë asgjë, vetëm thjesht një shans për t'i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës dhe tashmë për të punuar për ta. Prandaj i ftojnë të votojnë së pari numrin 11 dhe pastaj gjithë alternativat e Partisë Socialdemokrate. Okej. Po ju Gledisa, çfarë mesazhi keni për zgjedhësit? Një mesazh që do thoja, të votojmë për ndryshim, për një Shqipëri më të bukur, për një Shqipëri që nuk do shitet kurrë. Dua të votojnë për numrin 11 dhe sigurisht edhe për emrin tim, për Gledisën si një vajzë dhe si të gjithë kandidatët e tjerë. Okej. Unë ju uroj shumë suksese në këtë fushatë. Dhe ju falenderoj që ishit pjesë e këtij episodi të podcastit ton Mes Jush. Faleminderit pra. Faleminderit juve për Faleminderit. ftesën, suksese të gjithëve. Faleminderit, sukses të gjithëve, na prifte mbara. Atëherë, të nderuar ndjekës të këtij podcasti, simpatizantë tonët dhe qytetarë që ende ka kohë për ne që t'ju bindim që të përqafoni alternativën socialdemokrate që neve po përfaqësojmë këto. Ky ishte podcasti, episodi pra i treti i podcastit ton dhe ritakohemi herën tjetër bashkë. Miropafshim.